Kam ardhur në një nga fshatrat më të bukur të Shqipërisë në Tragjas. Këtu ka lindur Joana Sita, personazhi i Meet the Founder, edhe ne do ta nisim këtë dokumentar, këtë seri pikërisht me jetën e saj këtu. Si dole të që në botën e madhe, në Gjermani, në një nga fuqitë më dhaja të botës, ekonomike dhe sociale, t'ja dalësh dhe pastaj të mendosh vërtet si një global citizen, si një qytetare globale dhe të kesh bizneset e tua të shpërndara në gjithë botën. Biznesin tim të parë kam hapur 28 vjeç në Gjermani, ishte një vend i panjohur, nuk është e thjeshtë të bësh biznes atje. You should change your name to laughter. You bring joy to every room. Unë kam rënë dashuri shumë shpejt me Joanën. Asaj nuk i besoj, po që ishte e vërtetë. Skuadra e Meet the Founder i përshëndet nga Düsseldorf. I kemi udhëtuar në orët e para të mëngjesit në këtë qytet për të takuar shqiptaren e suksesshme Joana Sita, e cila është themeluese e Remani GmbH, që është një nga kompanitë lider dhe pika e referimit për shumë shqiptarë të cilët duan të vinë drejt Gjermanisë për të punuar. Sa e lumtur jam që skuadra e Meet the Founder ka ardhur në Gjermani, në Düsseldorf, aty ku kam bazën, sepse zemrën e kam në Shqipëri. Çfarë më dërgove në Instagram një shprehje të bukur, ta shikojmë pak. She's so lucky, Viz, no, she worked for it. Nuk është me fat, ajo punoi për të. Po e bëj post. Through every storm and every mile. Kemi ardhur në Real Recruitment Albania, këtu në zemër të bllokut në kryeqytet në Tiranë. Unë çdo ditë edhe sot, sepse ka ngaluar gati një vit e gjys nga ky podcast, mua të vetmit njerëz që më njohin në publik më njohin prej podcastit, se nuk kisha bërë asnjë dalje publike më parë. Tani do bësh pin Meet the Founderin këtu. Tani do bëjmë Meet the Founder.